po ta thot Gjash, unë e natyra që duat mi thua gjëra troç, po ja them. Okej. Ja thash, me qetësinë e gjithë botës, dhe kërceu dhe më tha, ja, pse nuk mund të kem unë një gjë me ty, se ti e posesive, se shiko, ti mërzite, se unë të kam thënë atë, thash, po ti mu lutem, që të thoja ndjesin që përjetova. O, dje kam dëgjuar diçka, një ulluri Ti me mu lutem ligje. vetë, more, që të thoja ndjesin që përjetova, dhe ka bërë tërkuzat të ditë, dhe oqja atletet dhe i përplasi mureve, sepse këtu mjafton gjeste, me fjalën smeret njëri. Këtu mjafton një gjë e madhe, të ndodhe dhe ua, ku e të shoj kjo goca këtë djalin, çfarë bëri ky? Kupton? Në çfarë grade e çoj, ndërkohë unë s'kisha thënë asgjë. Këtu mjafton që ai e bëri veprimin. Pas kësaj gjëje, ka ardhur gjesti te unë dhe më ka thënë, të lutem fol me Eglin. Të lutem se Egli është nervoz, së mirat, janë këto gjërat, janë. Ta shpjegova se çfarë bisede kam bërë me të? Më shpjegova. Kaq ka qenë. Dhe unë të kam marrë ty dhe kemi shkuar në lavanderit, kam thënë Egli do vish pak lavanderi dhe ti ka ardhur. Po. Okej? Dhe kemi bërë këtë bisedën që kemi bërë. Egli, ku ti deshe të më nxjerrë mua xheloze për ty? Jo. Po, kjo ka qenë biseda. O Egli, e ke gabim të gjë. Kjo ka qenë biseda. Më fyen që pse e thua kështu. Me gjithë dashamirësi. Më fyen. Madje unë të kam thënë mos e bëj vetëm pjesë me këtë gjë. Se nuk të shoh kur me të sy. Një sekond. Se mbas kësaj kemi pasur prime. Një sekond, të lutem. Egli, dhe unë kam thënë nuk mendoj që e xheloze për mua. Po mendoj që nga që unë po rish shumë me Nubin, mos ndoshta ti mërzitesh sepse ai nuk po t'jep vëmendjen e duhur. Dhe ti më ke thënë jo. I kam kryer unë çka kam thënë atë ditë aty. Ti më ke thënë jo. Bëni çfarë doni, ju keni shoqërinë tuaj, u marrëdhënien time me Jo, nuk ka qenë kjo biseda që kemi bërë bashkë të lavanderia. Po kjo besoj është. Jo, s'ka qenë kjo biseda që kemi Cila bërë ka bashkë. Ti të lavanderia më ke thënë po, ti je posesive sepse ti je xheloze. Jo që e xheloze s'kam thënë. Posesive ne kam pranuar që në fillim fare unë